Trump luan viktimën pasi aleatët nuk ju bindën verbërisht. Nga hormuzit e NATO, presidenti amerikan po shet si tradhti atë që në fakt është refuzim për të futur në një luftë që vetë Washingtoni e ndesi. Donald Trump po përpiqet ta shes veten si njeriu e tradhtuar nga aleatët. Me tone dramatike, ai ka akuzuar vendet partnere se SRB i mbron prej dekadash, mban dhjetëra mijëra trupa në territorin e tyre dhe, kur kërkon mbështetje për ngushticën e Hormuzit, përballet me refuzim. Por pas kësaj retorike të zhurmshme fshihet një e vërtet shumë më pak heroike për shtëpinë e bardhë. Aleatët evropian nuk po refuzojnë mbrojtjen e përbashkët, por po refuzojnë të futen pa kushte në një përshkallëzim ushtarak që Washingtoni dhe Izraeli e kanë shtyr vetë. Reuters raportoi më 16 mars se disa aleatë të SBA-s, përfshirë Gjermaninë, Spanjën dhe Italinë, nuk kishin plane të menjëhershme për të dërguar anije në Hormuz. Britania dhe Danimarka lanë derën hapur për diskutime, por theksuan nevojën për depërshkallëzim dhe për të mos u tërhequr në luftë. Ministri Gjerman i Mbrojtjes Boris Pistorius e tha pa diplomaci të tepërt, kjo nuk është lufta jon. Ky është thelbi i përplasjes. Europa nuk po thotë se rrugët detare nuk kanë rëndësi, po thotë se nuk do të paguajë politikisht dhe ushtarakisht për një konflikt ku nuk u konsultua dhe që nuk e nisi ajo. Kjo e bën narrativën e Trump për egoizmin e aleatëve shumë më të dobët se sa duket në mitingje apo rrjete sociale. Ai sillet sikur Amerika po sakrifikon gjithçka për një Europë parazite, por vetë aleatët evropian kanë argumentuar se në fillim të luftës Washingtoni e bëri të qartë se ndihma europiane nuk ishte e nevojshme dhe as e dëshiruar. Tani, pasi konflikti ka prodhuar kosto, rrezik dhe paqartësi strategjike, shtëpia e bardhë po kërkon ta kthejë mungesën e konsultimit në provë mosmirënjohjeje. Kjo nuk është leadership, është zhvendosje faji. Ka edhe një problem tjetër në ankesën e Trump. Ai flet sikur Europa jeton vetëm në hijen e uniformës amerikane, kur vetë NATO është një aleancë me 32 vende, nga të cilat 30 janë europiane dhe vetëm 2 në Amerikën e Veriut. Pra, ideja se Europa nuk mbron veten është politikisht e dobishme për Trumpin, por shumë larg realitetit institucional të aleancës. NATO vetë e përkufizon veten si një aleancë të 32 vendeve nga Europa dhe Amerika e Veriut, jo si një kompani sigurimesh private e Pentagonit. Madje, po sot NATO raportoi se aleatët europian dhe Kanadaja e rritën shpenzimin e mbrojtjes me 20 në terma real gjatë vitit 2025 dhe se të gjithë anëtarët përmbushën ose të kaluan objektivin prej 2 të PB-s. Reuters theksoi gjithashtu se investimi i mbrojtjes në aleancë është rritur ndjeshëm, edhe pse SRB vazhdon të mbajë peshën më të madhe. Kjo nuk e rrezon faktin se Amerika shpenzon shumë, por e rrezon pretendimin propagandistik se Europa rri duar kryq dhe pret vetëm ombrellën amerikane. Prandaj zemërimi i Trump nuk duket si forcë, por si dëshpërim politik. Kur presioni dhe bullizimi ndaj Europës nuk prodhuan bindje automatike, ai kaloi në rolin e viktimës. Ne ju mbrojmë, po kush na mbron ne? Është një kthes tipike trumpiste. Fillimisht imponim, më pas ankesë, pastaj moralizim. Por aleancat nuk funksionojnë si biznes shantazhi. Një aleat nuk është vasal. Dhe një president nuk mund të kërkojë që vendet partnere të futen në një vatër lufte vetëm sepse Washingtoni vendosi se tani i duhet solidaritet. Në fakt, reagimi europian dhe ai disa partnerëve aziatik tregon diçka më të thellë. Besueshmëria e SBA-s si qendër e qëndrueshme strategjike është dobësuar. Reuters raportoi sot nga samiti i G7 se partnerët e Washingtonit duan qartësi mbi objektivat amerikane në Iran dhe druajnë nga mungesa e një strategjie daljeje. Zyrtarë dhe diplomat europian e shohin qasjen amerikane si gjithnjë më të paparashikueshme dhe destabilizuese. Kjo do të thotë se problemi nuk është thjesht mungesa e anijeve në Hormuz, problemi është mungesa e besimit të drejtimit që po merr Washingtoni. Edhe argumenti i Trump për trupat amerikane në Japoni, Korenë e Jugut dhe Gjermani është më pak i pastër se sa paraqitet. Prania ushtarake amerikane në këto vende nuk është bamirësi. Ajo i shërben interesave të SBA-s, projeksionit të saj global, arkitekturës së parandalimit dhe ndikimit amerikan në Europë dhe Indo-Paqësor. Vetë shtëpia e bardhë në dokumentet e saj e paraqet partneritetin me Japoninë si pjesë të forcimit të parandalimit dhe të bashkëpunimit rajonal, ndërsa YSFK flet për gatishmëri të përbashkët dhe operacione të kombinuara me Korenë e Jugut. Pra, këto baza nuk ekzistojnë thjesht për t'i bërë ndër aleatëve, ato janë pjesë e interesit strategjik amerikan. Kjo është arsyeja pse retorika e Trump tingëllon e shtrembër. Ai kërkon ta paraqesë botën si një skenë ku Amerika vetëm jep dhe të tjerët vetëm marrin. Por realiteti është më cinik dhe më i qartë. SRB ka ndërtuar për dekada një rrjet bazash, aleancash dhe prania ushtarake sepse i ka shërbyer asaj vetë si superfuqi. Tani që disa partnerë nuk duan të ndjekin menjëherë një aventurë të re në Hormuz, presidenti amerikan e quan këtë mosmirënjohje. Në fakt, është thjesht kufiri i durimit ndaj një politike të jashtme që kërkon bindje pa konsultim. Në fund, ajo që po ndodh nuk është shembja e aleancës perëndimore, por zbulimi brutal i krizës së saj të besimit. Europa nuk po thotë se nuk do siguri. Po thotë se siguria nuk mund të ndërtohet mbi urdhra impulsiv, mungesë strategjie dhe politik presioni. Dhe Trump nuk po e fshet dot më zhgënjimin, bullizmi nuk i eci, shantazhi nuk i eci, dhe tani po provon viktimizimin. Vetëm se ky rol i ri bind gjithnjë më pak, sidomos në një kontinent që me gjithë dobësitë e veta nuk ka më ndërmend të hyjë si automat në çdo llogari lufte të Washingtonit.